Unë isha për t'ik në Itali, më doli viza për t'ik në Itali, e dojgja për t'net këtu se kam 2 fëmijë. E dojgja dhe këtu prap dhe iki, dhe marrë kalamaj dhe iki në Greqi, se këtu nuk marrë asnjë lloj nime. Kam një shtyllë tensionit lartë aty, kam vite që bëj kërkesë për atë. Kabullin kam 320 metra, kam vënë 2 herë kabullin me lekët e mia. Kërkesë për tokat, për rrugët e tje, i mbaj thast në krahë kur vjen ullit. Këto do ujë, drita skemi, ambulanca pa drita, gjithë fshati si shifet. Si edhe ambulanca është pa drita? Pa drita, pa ujë. Pra ka thjesht godinën, vjen ajo zonja aty edhe investimet i kanë nga xhepi vet, me ngrofse me gjitha. Këto kemi kërkesat tona ne. Nga fëmijët s'marrin as lloj leku, ke makinë, ke televizor, ke pula. Këtë dim në komuna Ballagati. Thotë që ti ke këto gjëra dhe nuk t'jap ndihmë ekonomike. Nuk përfiton. Dhe rriu të rish këtu me 6000 lekë unë se nuk e marr dot. Po ti si e siguron jetën, si i ri me 2 fëmijë? Në Greqi, iki punoj 3 muaj vi këtu. Ha, ato iki prap. Dhe iki prap tani. Pra gjatë periudhës ti je në Shqipëri s'punon fare? Ku do punoj? S'ka këtu, çfarë do punosh? Vetëm ulli ka këtu. Ku do punosh këtu? S'marr as lloj leku, as lloj nime. Këtu marrin ato që janë me dy rroga marrin këtu. Punonësit e rrugës janë me 2 rroga, rrin këto që s'kemi ne fare, me 2 fëmijë në shtëpi. Po dhe me ndihmë ekonomike çfarë do bësh apo? Sa është ajo ndihma e shkretë? Apo thuaj? Po marrin për kalamajt. Marrin kalamajt heqin me belinë se unë du 200.000 lekë vetëm me belinën në muaj. Me çati marrën, ku ti gjeun ato? Për fëmijët nuk merr asnjë ndihmë? Si lloj ndihmës marrën, as lloj ndihmë. Kanë 2 fëmijë, një 3 vjeç, një 10 muaj. Edhe 100. Faleminderit. Jetë e shëndet. Faleminderit. Kështu situata jote. Faleminderit. Tani ma sqaro edhe një herë këtë punë e kablit, që ta kuptojmë edhe një herë. Çka ka kabli? 320 metra i kam vënë shtyllat me lekët e mia, kablin po me lekët e mia. 2 herë kablin e kam drum, po me lekët e mia. Po shëja nuk vjen të vërdor? As nuk e din rrugën, as nuk e din shtëpi fare. Kanë qenë atje, kanë parë për shtyllën tensionit lart, e kam 2 metra larg nga shtëpia. Janë kput telat, ka rënë në bord. As nis ka vendor deri në sot. Me të vënë zjarrit, si? Po, ka rënë, kam 2 fëmijë ato gjithë ditën për jashtë rrin. Ku të çojnë ato? Po s'ka rry zoti. Hajde shikoj atje. Do vin direkt mes emisionit. Me fakte jo kështu. Po, faleminderit. Kjo ishte kërkesa ime. Faleminderit. Po ba? Quhem Behar Mullaliu, shati Azhijes. E kemi shtëpinë mund fund fare. Te kjo rruga e Dishezafor? Atje? Kemi shku afër fundit thuajse. Po, i kemi çik më poshtë. Ju në akoma më poshtë? Më poshtë. Sa familje bëjnë, sa familje preket? Jemi 5-6 familje atje. 5-6 familje? Po. Pra 5-6 ku jeni ju, janë familja e zotërisë, pastaj janë dhe familje... Jo, vllaj tjetër, janë ca tjerë, ne... familje më larg? Janë ca në migrim. Jo, është një lagje e madhe, ja? Po. E ne nuk kemi as drita, as rrugë, as ujë. Ju izoloni besoj kur bie shi atje. Po do vinë çunat në Greqia, lejtojnë makinat këtu, te kabina. Janë smunjet me kraha, me barela, i vdekën, kap. Me barel kur smunen në urgjencë? Po si? Nuk futet ambulanca fare? Po futet, nuk futet, po futet zitori. Pata ja perin grus para 2-3 vjetër, ka qëllu shi, nuk kemi arë këtu, nuk kemi arë këtu nevën, në prisë makina këtu. Po. Edhe, ku shkojmë fije, ne ishim lak, gruj ishe bo ujë. A ishe për në spital shumë, e jo për e perin. Pra shkove, u nisë për urgjencë, u bërë edhe për urgjencë tjetër atje? Po, të 3 veta sa qemë, se këshu me vlezët dhe vish për gjak. E të mërë. Se makina së poshtë. Së nga se vetja ti pas e qemë deri të poshtë. Jo, isha deri tek shtëpia zotërisë. Po, atë u këtym se pastaj nuk hyesh më. Ku ti ullit, se du më ullit ne? Transport s'ka, shitje s'ka. Çdo provim. Kemi pas sera, çes kemi pas. Edhe i hoqëm? Po i hoqëm se nuk na lëvërdiste. Dhe jenë lush ishe kilet e modës 500 lek. Ne na i merrsi pa lek hiç. E ne hirshim ke pishet. Nuk rritet puna jonë, se si kemi jetu deri me. Mund çona si na bine i lek. Ata vini loj makinat këto. Ruajnë ngusht, ata në ngusht bishi. Tani çunat kur vin për të parë ty i lën këtu, po për të ardhur për fare? Për të jetuar këtu? Po ikim rëne, rëne që jemi pleq, po na majtë fëmijët dhe ikim. Që të bëjmë, jetohet vetëm edhe? Ja, ky vend është, tuk e ne. 2 veta, 2 fëmijë. 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 2 fëmijë.
Do vazhduhet në kokë. Njerëzit jetojnë mes shkretirës, ne ikim nga gjithë Po superqet. kemi pana se kemi televizorat e shohin ne se dritat ku ka njëri tu që shuhen në kohët mira, jo ka shi. Ja, kështu puna këtu këne. Faleminderit. Ju faleminderit që keni ardhur, keni pa vendin këtu. Rrofsh, faleminderit. Rolën e ju.